Jemi sërish në breaking, situata politike do tjetë në fokus të bisedës që kam kënaqësinë të zhvilloj me zotin Halit Valteri, ish kandidat i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, eksponenti i njohur tashmë i Partisë Socialiste. Mirëmëngjes zoti Valteri, gëzuar festën e partisë. Dje ishte 34 vjetori i Partisë Socialiste, të gjithë u bët bashkë në një festë të organizuar nga kryetari i partisë më të madhe në vend, dhe unë do doja të dija se si shkoi kjo fest dhe çfarë ndodhi në atë që u bë virale në pamjet ku dukej se kryeministri fliste me këmbë me duar me kryebashkiakun e Vlorës. Çdo fest kalohet mirë, në çdo fest ku kemi rast të mblidhemi me njëri tjetrin, të shkëmbejmë mesazhe, takime, falenderime ose të diskutuar dhe për punët e përditshme. Nuk besoj se, dhe nuk është se kam informacion çfarë ka folur kryeministri apo se çfarë ka diskutuar kryeministri me zotin Maldreda. Ditë them që është një sekuencë që mund ndodhi gjithmonë një diskutim midis dy personave që drejtojnë dikush ekzekutivin, dikush qeverisjen vendore. Kështu që nuk besoj se kam një koment për këtë rast. Ditën që ishte një fest, ishte një mbledhje e gëzueshme për gjithë ne. U takuam pas një periudhe relativisht jo të gjatë, të shkurtër me njëri tjetrin përsëri dhe kaq. Zoti Valteri, ka zëra që brenda Partisë Socialiste ekziston një lloj armiqësie ndërmjet eksponentëve kryesor, aq më tepër në një kohë kur kryeministri i vendit ka paralajmëruar ndryshime të mëdha në kabinetin e ri qeveritar, por edhe në strukturat drejtuese të partisë. Ka ndihet një lloj xhelozie për atë që konsiderohet si fryma e re e partisë, si gjaku i ri i partisë, pavarësisht se dje dukeshit shumë bukur, ishit të gjithë bashkë. Ne nuk është se dukemi bukur, ne jemi bukur. Që nuk ka ndonjë xhelozi, nuk ka ndonjë përçarje. Kjo ka treguar dhe rezultati i 11 maj që ne jemi më të bashkuar se kur, jemi më të përgatitur se kur dhe jemi më të si thon më të lumtur me njëri tjetrin për të fituar dhe për t'i dhënë Partisë Socialiste një rezultat që nuk është marrë ndonjëherë në këto 35 vite demokraci. Kështu që nuk shikoj në përçarje, nuk shikoj ndonjë luftë kranesh brenda Partisë Socialiste. Patjetër skupet mediatike apo dhe nisma që nxiten nga vetë personazhet caktuar për të hedhur fjalë ndodh gjithmonë në çdo qeveri, dhe kur e ka pasur qeverinë PD-ja, dhe kur e ka PS-ja, janë fjalë që hidhen si ushqim për media për të pasur pak klikime ose për të pasur pak vëmendje. Personazhet caktuar që ndoshta se kanë vëmendje. Pra janë vetë personazhe të caktuar brenda Partisë Socialiste, ata që krijojnë këtë lloj zhurme mediatike. Jo vetëm brenda Partisë Socialiste, por brenda gjithë politikës shqiptare ekzistojnë personazhe të tillë që duan patjetër që të trazojnë pak ujërat, por në Partinë Socialiste është një grup i unifikuar, është një grup i cili ka fituar zgjedhjet me 83 mandate dhe është i fokusuar për punën, për atë çka ja shpërntuar shqiptarëve dhe jemi të fokusuar te Shqipëria 2030, një Shqipëri evropiane, ku duhet bërë me shumë punë dhe mbyllur të gjithë kapitujt dhe për të pasur rezultatin që i kemi premtuar shqiptarëve dhe për të marrë dhe mandatin e 5, pasi nëse do t'i mbajmë premtimet, patjetër që do të votojmë edhe për mandatin e 5 dhe për mandatin e 6. Në fakt, sekretari i përgjithshëm zoti Klosi deklaroi që ne nga dje kemi nisur punën për zgjedhjet e 2029-s. Sigurisht që kemi vënë në vijë edhe punën për zgjedhjet lokale. Pra, në duket sikur gjithçka shkon mirë, por për të mbetur pak tek ata personazhe që ju thatë për të qenë në qendër të vëmendjes, krijojnë edhe një lloj rrëmuje, një lloj kaosi mediatik. Mos ndoshta janë pikërisht ata personazhe që e kanë pisk punën me drejtësinë? Nuk di të them, se nuk do të thoja emra asnjëherë, dhe nëse do të më pyesni, dhe nëse do t'i dija, por di të them që ne jemi çdo ditë në punë, jemi çdo ditë në fushat,
Ashtu siç e ka thënë dhe sekretari jon zoti Klosi që ne po kemi filluar punën për 2027 dhe 2029, po është e vërtet, po bëhet riorganizimi i strukturave të partisë, po bëhet analiza në çdo QV ku ne do të nxjerrim të gjithë problematikat që kemi në organizatat e partisë, kështu që nuk besoj që ndikojnë as pak tek qëllimi që ne kemi për të marrë një rezultat maksimal si në zgjedhjet e 2025-s, në 2027 apo në 2029. Ka nisur rrethet, Personazhet të tillë janë personazhe të cilët vuajnë për vëmendje, vuajnë për klikime, vuajnë për të folur me njëri tjetrin, por ajo çka do të vendosë, kush do të jenë ministra, kush do të jenë njerëzit që do të drejtojnë Shqipërinë 4 vitet e ardhshme, është kryesia e Partisë Socialiste dhe kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama. Patjetër. Sidomos qeveria është ekskluziviteti i kryetarit. Mund t'i dhe shqiptarët kryeministrin, ai nuk është se ndikohet nga këto gjëra, ka qenë gjithmonë dhe është njeriu i surprizave, që nuk ndikohet as pak nga thashetemet apo nga broçkullat e korridoreve. Ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë, duke qenë se ka nisur zoti. Ne jemi të vendosur që të promovojmë vlerat, ne jemi të vendosur që të promovojmë të rinj në postet drejtuese, ne jemi të vendosur që të japim Shqipërisë një kastë të re politike, e cila me përvojën e të vjetrës dhe me eksperiencën e të vjetrës do të shkëlqejë dhe do të japë mundësinë shqiptarëve që të kenë një qeveri e cila do t'i shërbej dhe do t'jetë pranë problemeve dhe halleve për të zgjidhur çdo gjë që shqiptarët kanë nevojë. Dhe me që jemi tek ethet e atyre që ndoshta mund të largohen nga kabineti dhe pa diskutim që ekziston një lloj kurioziteti edhe tek publiku, por sidomos padurimi është pikërisht tek ata që janë brenda Partisë Socialiste. Dhe duke u nisur pikërisht nga deklaratat e kryeministrit Rama që do të bëjë pjesë integrale të qeverisë, pikërisht atë që konsiderohet si gjaku i ri i partisë për të sjellë një frymë të re, për t'i dhënë një tjetër energji, le themi, këtij subjekti politik. Prisni ju ndonjë surprizë? Unë personalisht. Personalisht, po. Prandaj tash pyetje drejt për drejt. Keni ambicie për të qenë pjesë e kabinetit? Jo, nuk është se kam ambicie të tilla, nuk është se e pres, nuk është se është diskutuar ndonjëherë emri im për të qenë pjesë e kabinetit, dhe as nuk është se e dua të jem pjesë e kabinetit qeverisë. Thjesht mua më është caktuar të bëj detyrën time në pozicionin që kam, të përmbush me rigorozitet çdo detyrë që më jepet, dhe nuk është se ëndërroj të kem një post në ekzekutiv. Unë jam 34 vjeç, do të kem kohë për poste sa të lodhen dhe të ardhmen, kështu që të flenë rahat të gjithë ata që ëndërrojnë, se unë nuk kam lidhje fare as me postet dhe as me detyrat e baballarëve të kombit. Për të kaluar pak tek procesi i rinumërimit, çfarë prisni, zoti Valteri, nga përfundimi i këtij procesi që tashmë ka nisur prej së martës, dhe ka zëra që thonë pavarësisht këshillës kryeministrit për mos të përfshirë në procesin e rinumërimit, për mos kërkuar pamjet e kutive e të tjerë, fshetas, kandidat të Partisë Socialiste, janë interesuar pikërisht për këtë proces. Por nuk ka nevojë të jetë fshehtas, nuk ka nevojë më të ketë fshehtas. Jo, duke mos patur një interesim të drejtë për drejtë, them. Jo, një lloj droje është, pasi lexon ato mesazhe nga kryeministri. Nuk ka nevojë fare të jetë fshehtas, nuk ka nevojë fare të jetë, se çdo kush shkon në KQZ dhe merr pamje filmike, ato janë të hapura për çdo kandidat. Dhe po ka dhe diçka tjetër që po i mëri një kandidat, po i majto i djathtë, përse i mund ta posedojnë dhe më shumë të tjerë, se tek e fundit të njëjtat kuti numërohen. Që nuk besoj se ka ndonjë gjë për të fshehur, thjesht di të them që me vendimin e KAS, Tirana, që është ajo gara më e nxehtë midis kandidatëve, është hapur
do të kemi një rezultat. Deri tani kemi pasur pothuajse një trend, një vot, 2 vota për kuti që kanë lëvizur, ose 5 vota për kuti që kanë lëvizur nëpërmjet kandidatëve. Nuk besoj se do ketë një zhvillim të madh për rezultatin, përveç 2 kandidatëve që mund të ketë që ka një diferencë shumë të vogël, por di të them që në përfundim të numërimi, të gjithë qeta e hajdutëve që kanë tentuar të deformojnë vullnetin e qytetarëve, duhet çuar atje ku ka vendin, qoftë edhe për një vot, dhe duhet që nesër në zgjedhjet më të afërma që Në fakt, ndonse një numër jo shumë i madh votash, zoti Valteri. Ja këtë dhe të them, duhet një administratë jo politike, ose duhet një numërim ose votim elektronik që të marrë fund një herë e mirë kjo sag, ku 10 ditë ose një muaj numërohen vota, fillojnë të gjithë krijojnë armiqësi me njëri tjetrin, jo ma more, jo ta dhash, për shkak se 2 idiot militant vendosin të bëjnë pazar me njëri tjetrin dhe të fusin në qorsokak një tuf njerëzish të cilët mendojnë që ju është deformuar vullneti i publikut. Kështu që nga ky proces besoj do të fitoj Shqipëria, do të fitoj demokracia, do të fitoj sepse nuk do të kemi më numërues dhe vëzhgues të cilët do të turren të shqyen nga një copë nga çdo subjekt politik për të dalë burri mirë ose burri keq brenda subjektit politik, ose deputetit të zonës që i ka caktuar aty, por do të kemi një numërim dhe votim elektronik ku për 20 minuta ditën e diel dhe darkë do të merret vesh rezultati, kush ka fituar dhe kush jo, dhe të japim Shqipërisë një palë zgjedhje model europiane, siç po synojmë të bëhemi një vend europian dhe një vend me standarde në rajon. Ndoshta me një numër të papërfillshëm, deri tani, nga kutitë e rinumëruara, rezulton që në proces verbale edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë më shumë vota se sa në kuti. Duhet mbajnë përgjegjësi ata që i kanë bërë. Ajo shumë e thjeshtë, çdo kuti votimi pra do të jenë numëruesit ata që do të penalizohen, besoj. Patjetër, duhet të dënohen. Po këtë po them, që nuk mund të vazhdohet kështu. Po marr shembull, një parti, një subjekt i vogël e ka marrë atë votën dhe t'ia çosh PS-s, PD-s apo një subjekt tjetër, ai është krim. Ti gjithkujt duhet i numërohet vota siç e ka në kutinë e votimit. Prandaj po bëhet e gjithë kjo gjëja për t'i treguar që Partia Socialiste ka vullnetin që të ketë transparencë në çdo kuti votimi, në çdo flet votimi, të hapen, të shikohen dhe të marrin dënimin sipas ligjit gjithkush që ka tentuar të shkërmojë një rezultat ku kanë votuar zgjedhësit shqiptar ose qytetarët e Tiranës apo çdo qyteti tjetër. Kështu që unë inkurajoj KQZ-n që të bëj publik këta emra, që përveç se të marrin dënimin nga organet ligjzbatuese, të marrin dhe një dënim turpi nga e gjithë Shqipëria, që të marrin nofkën dhe njollën e hajdutit të votave të shqiptarëve, pasi këta njerëz nuk i bëjnë mirë asnjë komuniteti, nuk i bëjnë mirë demokracisë, nuk i bëjnë mirë asnjë lloj gjëje, thjesht i bëjnë mirë egos personale, pasi mendojnë se duke vjedhur 1 ose 2 vot mund të kënaqin egon e një deputeti që nesër mund ta sistemojnë në një vend pune apo ku diun se çfarë siç flitet rëndom në korridoret e militantëve ose partive politike. Ndërkohë, si e shihni projektin e Akademisë Politike? Është diçka e mirë që po vjen. Unë kam përfunduar një akademi politike dhe në një vit që kam bërë një akademi politike, kam marrë minimalisht disa njohuri që nuk i kisha, kam njohur disa njerëz të rinj, kam njohur disa lektorë të rinj, kam bërë shok më shumë, kam afruar, është më socializuese dhe gjithkujt i bën mirë që një akademi politike dhe si asnjëherë më parë me deputet për të pasur një grup parlamentar më të përgatitur, ajo bëhet për deputetet e rinj, për t'i treguar funksionimin e kuvendit, për të marrë vesh se çfarë është bërë në legjislaturat që kanë kaluar dhe çfarë do të bëhet në vijim, për të mësuar një deputet si mund propozoj një ligj,
për të mësuar një, sepse deputeti... Për ta konkretizuar pak, ka qenë deputetja e sapo zgjedhur, zonja Zegjine Çaushi, e cila ka qenë e pranishme sot në Akademinë Politike. Ta ndjekim vetëm pak sekonda. Regjia besoj e ka gati, po. Gjithë jam shumë apo mas ka filluar. Që kryeministri ishte deri tek fundit. Shumë faleminderit. Këtu do jemi, këtu kamera. Janë emocionet e deputetëve të sapo zgjedhur. Se më ngacmoni Zegjine. Zegjine është model, ka fituar me votat e qytetarëve të Fierit. Jo, nuk e ngacmuam, thjesht transmetuam atë çka ka ndodhur. E kam me gazetarët që janë atje në terren. Ideja është, po, patjetër, dhe Zengjineja ka nevojë të mësoj, se po shkëputet nga një realitet ku ka qenë në punën e saj në bashkinë e Roskovecit, dhe do shkojnë do bëhet një ligjvënëse, dhe patjetër që ka nevojë të marrë vesh. A e dini, unë kam qenë vetë kandidat, kur kam qenë vetë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, kam pas pyetur profesorët e mi, ose kam pas marrë këshilla private për një ose 2-3 gjëra të caktuara, qoftë për mënyrën se si ndërtohet. Patjetër, edhe komunikimi, edhe ajo që është më e rëndësishme atletik. Kjo po formalizohet, më thonë, në një shkollë, në një akademi, e cila do t'i bëj mirë, qoftë në mënyrën e sjelljes së deputetit, qoftë në mënyrën e veshjes, qoftë në etikën e komunikimit, sepse nuk i sjell asnjë të keqe një shkollë verore disa njerëzve që do të shkojnë në shtator të jenë ligjvënësit e vendit tonë dhe do të marrin në dorë fatet e vendit tonë. Duhet të kuptoj çdo kush duhet të di arsyen dhe pse është aty, minimalisht ku po shkon dhe çfarë do të bëjnë në të ardhmen. Dhe do të shkojmë tek ajo që konsiderohet edhe si një pikë kyçe për ju, zoti Valteri, e kam pikërisht për prokurorinë e posaçme. Vetëm pak ditë më parë, mori dhënë lajmi që Halit Valteri paraqitet në SPAK dhe pa mësuar ende arsyen, besoj dhe ju i keni lexuar, pati shumë hipoteza, aludime, sepse ishit paraqitur në SPAK. Jo, unë kam qenë në SPAK për çështjen e pasi kur në 2020, në qershor 2020, kam folur në Parlamentin e Shqipërisë për një ngjarje e cila të nditi vendin tonë, u vra shoferi një prokurori, bëhet fjalë për të ndjenjë Andi Maloku, dhe për prokurorin Arjan Doja, që sot është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Jam kontaktuar nga babai i tij, Genci Maloku, dhe kam mbajtur një interpelancë në Kuvendin e Shqipërisë, ku kam nxjerrë një video, ku ka qenë sa në Vesha, mos gaboj ministër, ku kam folur për situatën e rënduar të krimit të organizuar në qarkun e Durrësit dhe në gjithë vendin tonë, ku policia ishte e përfshirë, sipas meje aso kohë, me banditët e qarkut Durrës, ku parandalimi i këtij krimi nuk, domethënë, duhet ishte bërë nga policia, pasi në momentin kur sulmohet një prokuror, imagjino se sa e lehtë është të sulmohet një qytetar i zakonshëm, dhe për këtë jam thirrur si dëshmitar për të folur në seancë gjyqësore, ku do të mbaj dhe unë qëndrimet e mia, siç kam folur aso kohë si deputet në cilësinë e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, ku kam folur politikisht për gjendjen e rënduar të sigurisë të vendit tim. Dhe ju keni shkuar shpesh në SPAK edhe për denoncime. Po, jeni vërsi i shtëpisë fiks në SPAK. Si e shihni ju, le të themi, gjuhën e përdorur sidomos nga partitë e vogla, të cilat kanë shprehur një lloj, le të themi, mos pëlqimi, mos mbështetjeje, zhgënjimi nga aktiviteti i SPAK gjatë fushatës zgjedhore. Çfarë do të bëjë SPAK-u partive të vogla? Jo, gjithsesi kam pritur që të ishte më aktiv, duke qenë se u ngrit edhe një task force. SPAK-u merret në politikë, kandidon vetë dhe mund të qeverini, mund të gjithë, se ka besimin e 70% shqiptarëve. Nuk është organizat politike. Pra shikoni ju që do të ketë aksione të tjera të SPAK përpara shtatorit? Patjetër që do të ketë, patjetër. Majtas edhe djathtas? Majtas, djathtas, anash, do kesh, sa të duash, SPAK-u nuk është organizat politike.
Partitë e vogla kujtojnë se duke dalë tiku vocër në Facebook, do të bërë lëvizje SPAK-un. SPAK-u funksionon me kallëzime, funksionon me prova, me fakte, nuk punohet me hipoteza, ashtu kishin futur në burg, vetëm sa kanë dalë në televizor këto 4 vite, do ishin në burg gjysma Shqipërisë. E politikanëve shqiptarë. Se ato që thot tiku dhe thot të tjerë, i themi gjithë, nuk është e thot në një gjë të re. Ideja është krimet zgjedhore, se u e kuptoj ku e keni pyetjen, janë duke u hetuar, janë duke mbledhur prova dhe në fund të ditës do të shikojmë që dikush që ka blerë vota, dikush që ka trysnuar shqiptarët për të votuar për të ose për një tjetër, dikush që ka tjetërsuar vullnetin e tyre me forcas ose me para, do të shkojnë para të japin llogari para drejtësisë. Kështu që nuk është me çelës magjike, Artin Dumani nuk ka shkopin magjik që të ngresh shkopin dhe të thotë u bëhu dhe të bëhet. Ka një prokurori, ka ca afate, hetohet dhe në fund ditës do dalim rezultate. Unë jam shumë i kënaqur nga SPAK-u. Jam shumë i kënaqur pasi shikoj që pandashkueshmëria e personave që deri ndje kanë qenë të paprekshëm nuk është më, gjithkush e ka frikë drejtësinë, gjithkush e ka frikë të ta dëmtojmë shtetin tonë dhe të ta përdorë si çifligun e tij personal, pasi kemi një drejtësi e cila nuk kursen sado i fort apo sado lloj emër i madh të jetë. Mendoni se SPAK Unë e kuptoj për këto partinë e re, se një parti e re është që vjen vërdall si Robert Xhaxhakizi, ai që do merrte 73 mandate, ky tiku. Se të zotuar dhe ty që do marrë 73 mandate. Edhe nuk do ta merrte mandatin nëse do merrte një mandate nga këto për kokë të mamit dhe për kokë të babit, nga këto betimet në studio. Unë di të them që puna e SPAK-ut nuk duhet të diskutohet, nuk duhet të anatemohet, është një drejtësi e cila po bën punën e saj, kur godet majtas ta knaqen, kur godet djathtas ta liverohen dhe qajnë. Mendoni që veprimet e SPAK janë derivati i bizneseve të Saliut dhe të Ilirit, cilët i mbajnë qoftë me fonde dhe qoftë me oksigjen politik. Mendoni që deri në shtator, duke u nisur nga veprimet e SPAK, mund të ketë nga ata politikanë që mund të rrezikojnë edhe jetën politike? Po, e them me bindje, shumë, kur them shumë, them mbi 3, se një është pak, dy janë pak si shumë, por shumë para është mbi 3. Mbi 3 politikanë nuk do ta marrin mandatin e deputetit dot në shtator, pasi do të komunikohet akuzë. Majtas, djathtas? Të dy anët. Okej, do të shohim, nuk po ju pyes për emra. E keni bindje, unë nuk i di emra, se po t'i dija dhe t'i thoj emra, nuk i di emra, po shikoj afatet e dosjeve, pasi e kam ndjekur pak a shumë punën e SPAK-ut, po marrin afatet e disa dosjeve për disa politikanë të cilët janë në përfundim të hetimeve dhe do të komunikohet akuzë, si rjedhojnë nuk do të kenë mundësinë që të betohen si deputet Kuvendit të Shqipërisë. Nuk është fallu nga i Monikës, nuk po shikoj pixhanin e Monës, por është bindje pasi di që 1, 2, 3, 4 politikanë janë në hetim, janë paraqitur disa herë pranë prokurorisë posaçme dhe afati 2 vjeçar, 3 vjeçar i përfundimit të hetimeve ka ardhur dhe do të komunikohet akuzë pasi janë njerëz cilët i kanë ardhur me opinga llastiku të lidhura me Teni Bakri dhe sot lëvizin me Range Rover dhe Maybach 200.000 euro rrugë të Tiranës. Zoti Valteri, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndat me ne. Kënaqësia e gjitha imja dhe unë ju falenderoj ju që na jepni mundësinë ne politikanëve të rinj që të shprehin mendimet tona në publik. Faleminderit. Ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.
Do të vijojmë të diskutojmë për situatën politike në vend. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte avokatin Marin Suli, njëkohësisht edhe sekretari i përgjithshëm i Omonjas. Gjithashtu bashkë me ne do të jetë edhe zoti Arben Meçe, analisti i njohur. Përshëndetje. Përshëndetje. Do doja ta nisni me atë që ka ndodhur në Parlamentin Evropian, akuzat të drejtë për drejta ndaj drejtësisë, duket se Fredi Beleri ka ardhur në ndihmë opozitës. Do doja një opinion rreth asaj çka ka ndodhur, zoti Suli. Pra, rreth kësaj përballjeje PS-PD jashtë kufive të Shqipërisë. Po ka qenë një seancë llogaridhënie në fakt dhe një seancë debati, po zoti Beleri nuk ka se si t'i jepte dorën pozitës apo Partisë Socialiste, sepse zoti Beleri është viktime e drejtësisë së shtrëmër dhe drejtësisë së Edi Ramës në Shqipëri. Kështu që zoti Beleri nuk tha asnjë gjë më tepër nga ajo çfarë ka kaluar në Kuriz dhe asnjë gjë më tepër nga ajo çfarë zoti Beleri po pret që të ndodhi në kohën kur zoti Beleri ka sjell dokumenta autentik dhe original për njerëz që janë të prezumuar që nuk duhet të ishin gjyqtar dhe janë gjyqtar dhe japin drejtësi dhe vendosin për fatin e jetës së të gjithëve ne që jemi në studio dhe kujdo shqiptari. Siç është rasti i zonjës Irena Gjoka Maneku, ku diun sa mbiemra ka, që është e dënuar dhe është në mashtrim të ligjit aty ku është, dhe ndërkohë me çekanin e drejtësisë vazhdon vendos fatet e shqiptarëve dita ditës në shtrëmërim të ligjit dhe në kuriz të shqiptarëve. Kështu që zoti Beleri do vazhdojë të jetë një denoncues derisa drejtësia të vejë në vend dhe drejtësia të funksionojë e barabartë dhe të jetë në shinat e shtetit ligjor dhe demokratik. Deri ditën e fundit që kjo të ndodhë, zoti Beleri, unë, opozita dhe gjithë të njerëzit që kanë shtyllë kurizore dhe presin të jenë të barabartë në vendin e tyre, do vazhdojnë të denoncojnë dhe të jenë përballë kujdo rilindasi, servili, mashtrusi, palaço, gënjeshtari e me radhë. Zoti Meçe, pra përplasjet ndërmjet PS-s dhe PD-s kanë shkuar edhe në Parlamentin Evropian. Pra nuk mbeten më përplasjet e izoluara, le të themi. Atëherë jemi në një seancë që është seancë rutinë që bëhet çdo vit në mënyrë të vazhdueshme, ku të gjitha palët paraqisin pretendimet e tyre dhe natyrisht falë pretendimet e tyre dhe provat që paraqisin, Parlamenti Evropian bën qëndrimet e veta zyrtare. Tani ju folit shumë për Belerin. Beleri pavarësisht që në atë parlament përfaqësohet ose nxjerr kartën e të qenurit parlamentar grek i Parlamentit Evropian, praktikisht në këtë tavolina nuk është tjetër veç se një antar i opozitës shqiptare, ku me të drejtë zoti Suli tha që çfarë mund pretesh nga Beleri. Beleri është person i cili është i penalizuar, i dënuar, i dëshkuar në Republikën e Shqipërisë, në këto kushte statusi i tij është një person i dënuar dhe besueshmëria e tij, qoftë besueshmëri morale, qoftë besueshmëri politike, është zero. Gjithsesi, ai ka një mandat dhe këtë mandat do ta shfrytëzojë siç e ka shfrytëzuar së bashku me gjithë grupimin që ai përfaqëson për të bërë takimet Partisë Demokratike së bashku me udhëheqësin dhe kryetarin e zotit Beleri me kryetarin e Asamblesë Parlamentit Evropian, që nuk është gjë tjetër veç se kolegu i Belerit si deputeti i shtatë i neodemokracisë në parlament. Është dukshëm e qartë që grupimi ose ky fraksion i deputetëve grek në Parlamentin Evropian do të jenë shumë aktiv dhe kanë qenë shumë aktiv në goditje të interesave strategjike politike të shtetit shqiptar, që në këto kushte transmetohet me goditjen e një sistemi i cili vlerësohet absolutisht nga të gjitha korridoret zyrtare, por nuk vlerësohet nga personat të cilët ky sistem i ka dënuar. Është një fakt që gjyqtarja e cila është bërë objekt debatit tashmë, i pretenduar me 7 mbiemra, me 6 mbiemra, nuk e di unë këtë të kuptoj, do të thënë çështjet private, drejtuarin analiza në Shqipëri.
Në këtë momente që flasim është një proces të pastër gjyqësor me akuzuesin e tretë përderisa që është Sali Berisha. Dhe kjo dosje për cilën Beleri rrëmoi dhe arriti të prodhonte në koridoret e veta, gjithsesi nuk e di çfarë janë, por di që ato të cilat u përdorën ndaj zonjës gjyqtare janë të gjitha provat të prodhuara absolutisht nga Beleri dhe lidhjet e veta shtetërore. Tashmë në këtë moment që flasim janë objekti i një gjykimi të drejtë për drejtë ku gjyqtarja ka kallëzuar penalisht kryetarin e opozitës shqiptare, i cili i shpalosi dokumentat e prodhuara nga Beleri në Shqipëri. Cili do të jetë rezultati? Në momentin kur fillon Teresia të flas, politika duhet të heshtë. Natyrisht, këto janë dokumentat që janë prodhuar për efekte politike dhe këta njerëz që i kanë prodhuar janë ndërgjegjshëm i vërtetësinë e tyre. Natyrisht asnjëherë nuk kanë provuar sistemin e drejtësisë, s'e kanë provuar as edhe një herë, kështu që nuk ka pritshmëri tjetër për ta. Por drejtësia është ftohtë dhe në fund fare, pavarësisht që gjithë konjunktura greke, shteti grek, neodemokracia, faktorët politik grek në Evropë ngritën për të mbrojtur Belerin, Beleri e bëri atë dënimin në Shqipëri, sepse Teresia në Shqipëri është e pavarur, është e lirë, në fundit është opsioni i fundit i cili jep drejtësi në një vend, pavarësisht qendrave politike që mund të mbajnë kushdo i cili përfaqëson interesat e Belerit dhe të shtetit grek në Shqipëri. Zoti Suli, më duket se nuk e kemi ende, kemi një shkëputje, do të avijojmë bashk bisedën derisa të na bashkohet zoti Suli pikërisht për të kaluar tek ai që konsiderohet si procesi i rinumërimit shumë i kërkuar, le të themi, sidomos nga kandidatët, pra për votat preferenciale dhe të paktën nga numërimi deri tanishëm në kutitë e Tiranës rezulton që në proces verbale, si për Partinë Socialiste, ashtu dhe për Partinë Demokratike, ka më shumë vota se sa realisht ndodheshin në kuti. Përpara se të kalojmë këtu, e kemi zotin Suli, ka një përgjigje për zotin Meqe? Mu shkëput në fakt Fjori, arrita të dëgjoj vetëm 34 nga 68 gënjeshtrat që tha në 3 fjali zoti Meqe, po gjithsesi jemi mësuar tani edhe fal me zotit Meqe shitur dhe pagesa javore, kështu që nuk ka asnjë gjë të re. Po ka një gjë në fakt që do thënë dhe është e vërtet që dokumenti zyrtar që zonja Irena me 7 mbiemra, dhe kjo nuk është jetë private se zonja Gjoka ka bërë formular dekriminalizimi, ka gënyer që thotë pa dënuar, është e dënuar nga gjykata e Athinës dhe Janinës për përdorim të dokumentave të falsifikuar dhe shkeljes së hapësirës Schengen. Dhe këtë duhet ta deklaronte dhe si e tillë nuk ishte asnjë gjë të keqe. Duke gënyer në formularin e dekriminalizimit për bën shkak për shkarkim të menjëhershëm dhe fillimin e hetimit penal. Dhe kjo nuk ka nevojë për gjyq, sepse gjyqi që ngatron zoti Meqe me personin që e ka armikun e jetës zotin Sali Berisha, nuk ka lidhje të bëjë me funksionin e gjyqtares dhe me mos papajtueshmërinë apo me mashtrimin e ligjit. Zonja Gjoka ka gënyer në formularin e dekriminalizimit. KLG-ja menjëherë duhet të konstatonte faktin që në momentin që dokumenti u bë publik me vull të njom dhe gjykatën e Athinës apo të Janinës nuk e kontrollon Fredi Beleri, sepse Greqia nuk është shtet evropian dhe nuk mund të jetë kaq shtet jo serioz si shteti i zotit Meqe që prodhohen dokumentat në zyrën e Ulsi Manjës dhe një njeri deli dënuar dhe njeri pa dënuar, kështu që zonja Gjoka është e dënuar, duhet të iki nga gjyqtare, çdo ditë që po jep vendim po jep në shkelje të ligjit dhe çdo ditë po jep vendime një njeri që si takon të jetë atje ku është, po jep vendime të padrejta sepse nuk është gjyqtare, është një gënjeshtare, është një mashtruese në kuriz të gjithë ne shqiptarëve. Atëherë diçka të fundit para se të kalojmë tek po. Ka edhe 30 të tjera që të vej 100 gënjeshtra në fjali. Ta mbarojmë këtë si, po. Atëherë duhet më bëj me dije zotërin që të paktën me se kam dosjen tani përpara, po gjithsesi i mbaj mend detajet sepse ishte përgatitur më përpara për këtë çështje, po sot jo. Çështja për cilën diskutohet i përket një periudhe që është gati 15 vjet përpara. Po. Gati
15 ditë përpara, okay? Ndërkohë kur ajo letër që këta e spalosin në Shqipëri, që jep një mas dënimi të një niveli gjykate që është e apelueshme dhe që nuk quhet dënimi formës së prerë, është marrë 2 ditë përpara ditës së votimit nga personi i cili ka patur akses të drejtë për drejtë, që ditën që merret vendimi, atë ditë të marrë zbardhjen e vendimit. Nuk ka në botë, në asnjë vend të botës, që ditën që merret një vendim i cili është marrë mbas 15 vjetësh, në një gjykat 2 ditë përpara zgjedhjeve në Shqipëri, të zbardhet në të njëjtën ditë. Prandaj zoti Suli, në freskollok mor. Përpara se të flasë për drejtësinë greke, që është drejtësi evropiane, duhet të flasë për politizimin e kësaj gjykate, e cila në korridore absurde merr një vendim mbas 15 vjetësh, 2 ditë përpara se të bëhet zgjedhja, të bëhen zgjedhjet në Shqipëri, e publikon me vul apostile brenda ditës, e zbardh brenda ditës, dhe ky është një absurditet që zoti Suli tregoja dikujt tjetër se shqiptarët nuk e hanë këtë lloj djathi që do të transmetohen në Shqipëri. 2 ditë përpara se të bëhen zgjedhjet është marrë vendimi gjykatës zotni. Shive datën, nxirre tani vendimin. Dhe do shtohesh që është 2 ditë pas se të bëhen zgjedhja dhe në Shqipëri ka erdhur brenda ditës dhe në Shqipëri me vul apostile brenda ditës. Unë nuk e di në çfarë vend të botës ekzistojnë këto procedura që mbas 15 vitesh mirret një vendim dhe vetëm atë ditë mund të themi në një moment caktuar që po e pranoj në një moment që është dënuar sa atë ditë është marrë vendimi, por që unë të pranoj që atë ditë që është marrë vendimi e ka zbardhur zoti Beleri, e vulën postile zoti Beleri, e demonstroi nëpërmjet mikut të tij të ngushtë në interesat anti-shqiptare, profesor doktorin e nderuar Sali Berisha, tradhtar në kombin shqiptar, këto zotëri nuk t'i ha njeri në Shqipëri. Kështu që mbajni për vete këto, vazhdoni shfrytëzoni gjithë hapësirën që keni dhe konjunkturat që keni me kryetarin e Asamblesë Parlamentit Evropian, antarin ose deputetin e shtat neodemokracisë, të gjithë ato grupe influence që keni në Evropë për të goditur interesat shqiptare, dini sigurt që keni 3 muaj që po i bëni këto gjëra dhe asgjë s'keni arritur dhe s'keni për të arritur edhe një gjë. Duhet ta pak temën e diskutimit për ta mbyllur. Një sekond, nuk kam kohë se ta nxjerr unë kur është marrë vendimi i gjykatës së Janinës për këtë gjyqtare. Çfarë ditë është marrë? Nxjerrë. Ja ta themo. E do shohësh që është marrë 2 ditë. Atë ditë që është marrë vendimi, atë ditë çështje, e kemi diskutuar mbas 15 vite zotëri. Jo, mor, Hes një minutë. Mbas 15 vitesh gjykim është marrë vendim, nxjerrë atje. Jo. Prandaj leri këto gënjeshtra në adresimin e tij. Në 10/2/2004 dhe vendimi është marrë në 2. S'është vendim ky. Në 2/11/2005. Nuk është vendim ky zotëri. Po më vjen keq, ja ku e kam. Jo, është vendim, sepse është apeluar dhe vendimi që ju i ekspozoni popullit shqiptar, që është me vulbë apostile, është 2 ditë përpara zgjedhjeve. Ky është vendimi përfundimtar. Se ke procedura ankimimi, ke procedura zotëri. Edhe këto nuk t'i ha popullit shqiptar, ta dish. Nxirr vendimin me vulbë apostile të ta shohim çfarë ditë është. Në 2004 në shbër ashtu quajtur shkelje, që ju e nxorët nga varri, edhe çfarë shkelje ishte? Një pretendim që pas ka kaluar me vizë 2004. Kur vendimi që ju nxirrni është 2 ditë përpara zgjedhjeve zotëri. Dhe deri atë ditë, gjithë dokumentacioni që disponon shteti shqiptar është që ndaj kësaj zonje nuk ka absolut, dhe këto janë të nxjerra nga shteti shqiptar. Janë të nxjerrë nga shteti grek në mënyrë dhe në korridore zyrtare. Ju i shpalosni opinionin publik shqiptar një paçavure, një letër që nuk ka asnjë korridor zyrtar, po ka korridore të influencës tuaj nëpërmjet Belerit dhe nëpërmjet ekstremistëve të djathtë në Greqi dhe ja silli toras në Shqipëri. Po kush do beson këto marçun, po kush do beson këto? Jo, nuk e ka sill toras. Këto janë fakte. Ka ardhur zyrtarisë dhe unë tani ta nxjerrja
Do të kalojmë i në kanë të një dokumenta tjetër për ta çështje? kompjuterat. Do të kalojmë në një tjetër Por ti që i ke dhe që po Mari, janë nxjerr populli shqiptar, nxjerrë dokumentin me vule postile që keni marrë ju. Çfarë data është nxjerr? Që është vendimi përfundimtar i gjykatës Janinës, i cili brenda ditës është marrë vendimi, po, zotri. Këtu nuk flet rroga e javore e Benmeçës dhe unë të Fiori. Të kam bërë faturën e pagesës, lutem shumë bëj pagesën. Kush? Jo, te Fiori ku ta gjesë lule se merr me pjesën e ballit, po ty ta jep Edi Rama. Ty ta jep Edi Rama për servillëkun. Pa te Fiori merr me pjesën e ballit. Rama dhe po merr lekët e mia për merr ti. O të lutem shumë jep lekët mua. Se informacioni që ka në Grekë në Shqipëri është brillant. Kanë arritur, nuk e di. Diferenca midis të marrit lekë nga Fiori dhe të marrit lekë nga Edi Rama është e madhe. Se te Fiori të tretë të thuash qa mendon. Unë nga ky moment pa më dhënë pagesën, nuk vazhdoj më veprimin tesh dhe nuk flas. Pa më dhënë pagesën goç. Ose nëse e ke marrë ramës ti, edhe s'ma ke dhënë mua përsëri, nuk është e drejtë, dhe nëse ti s'ma jep mua, dhe ti suli që ma ke dhënë mua, përsëri dhe kjo nuk është e drejtë. E dini atë shprehjen. Zoti Suli, besoj e keni dëgjuar atë shprehjen qofsha siç më din. Kështu që nëse mendoni që unë Fiori se nuk është ordiner shumë. Është shumë ordiner, po këtu bien këta, kur s'ka argument, bien në terma ordiner fare. Vazhdoj me temën tjetër. Tani, të kalojmë pak tek rinumërimi. Në proces verbale rezultojnë për të dyja partitë e mëdhaje, dhe për Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike, ndonë se një numër jo i konsiderueshëm votash, më shumë vota se sa në kutinë e votimit. Zoti Meçe. Atëre, Fiori, Partia Demokratike ka ngritur dy pretendime, nuk po them farsën, se po largohem që nga farsa, se o ka farsë, o kërkon numërim. Po pati farsë, mos kërko as numërim, as edhe ngjëri numërim, se nuk ka kuptim. Ti o nuk i njeh fare dhe i ka farsë, ose pastaj i njeh dhe në mënyrë demagogjike thua farsë, por kërkon të provosh provën ose të marrësh të vërtetën e kutive. Unë jam tek e dyta, në fakt, se nuk ka farsë. Por pretendimet që kanë ngritur Partia Demokratike kanë qenë dy. Blerje votës dhe intimidim, dhe kjo përpara procesit, dhe pastaj trembulgat pas procesit. Kto ka qenë, ë? Unë nuk di të ketë pretendime tjera. Atëherë, po marr të parën blerjen e votës. Që ti të blesh votën, ti kujt, pra ti blesh votën, du të marrësh garancinë nëse ai e ka dhënë votën për ty ose jo. Dhe garancia vetme në këtë rast është celulari, i cili bën fotografinë e votës dhe ja transmeton pastaj atij që ja bleu, që urdhon zotëni e bëra pagesën. Çdo ndërmbrojtje e Shqipërisë ka vetëm 6 raste të tilla, të cilat kanë vërtetuar fotografimin e votës. Fotografimi i votës bëhet tek ajo kuti që është kuti e fshehtë, por nuk është dhomë e fshehtë. Ti dallojmë kutinë e fshehtë me dhomën e fshehtë. Sepse gati 90% e trupit është ekspozuar. Pjesa me cilën ti bën votimin, ajo quhet e fshehtë. Pra, për pretendimin e blerjes së votës ka 6 raste fotografimin në Republikën e Shqipërisë që ka kaluar në ndjekje penale. Tani vjen te treni bullgar. Treni bullgar operon me një letër e cila me të drejtë një kolegu jon e tha në transmetim, tha kishte përmas në kutisë votimit, aq e madhe që. Të arrish të bësh procesin e nxjerrjes nga xhepi, futjes në kuti, e tjera, domethënë ndryshimi i letrës, do thotë që duhet lesh një gjurmë që minimalisht tani, shive me kujdes. Gjatë gjithë procesit votimit do të kishim një rast të kapur. Gjatë gjithë procesit të rinjë dhe votimit nuk kemi absolutisht asnjë rast të kapur e cila dokumentoi procesin e marrjes një letre, futjes një letre e tjera. Çka do të thotë? Më i besueshëm mund të ishte fotografimi dhe blerja, sesa kjo idiosi ta themi tani, që nuk e beson asnjëri në Shqipëri, po që këtu i ka ngel goxha dhe s'kan që bëjnë gjë tjetër, e trenit bullgar. Treni bullgar nuk ekziston. Tani, nëpërmjet trenit bullgar, Partia Demokratike, Sali Berisha, urrëtin e vet, mllefin e vet, për humbjen e zgjedhjeve po ja transmeton militantëve të vet, të cilët i ka patur në kutitë e votimit, dhe që ka qenë ai ka militantëve të Partisë Demokratike, njerëzit më të besueshëm Partisë Demokratike, që si ushtri në vetvete, duke patur parasysh anëtarët e komisionit, komisionerët, të vëzhguesit edhe numëruesit,
bëhen diku të 35.000 veta. Po nëse do të qëndrojmë atyre që mbajnë përgjegjësi ligjore, që janë komisionerët dhe numëruesit, vjen diku të 25.000 veta. Nëpërmjet akuzës që bën Sali Berisha të trendit bullgar dhe që e bën Partia Demokratike, praktikisht nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka vendosur në gjotinën e penalitetit të këta të 25.000 vetët, sepse një vjedhje masive në të gjithë Republikën në Shqipëri se bërë në bashkëpunim midis përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe përfaqësuesve të opozitës në komisionet e numërimit është pretendimi i vetëm që bën Sali Berisha dhe që në thelb është akuzë për bashkëpunimin që kanë bërë palët për të manipuluar zgjedhjet. Domethënë këto janë absurditete të cilat është turp të diskutojmë. Kur vin punat e rinumërimit që është bërë tani. Rinumërimi ka dy pista. Ka pistën politike që ka të bëj me votën ndaj partive, ka dhe pistën preferenciale që ka të bëj me deputetët. Dhe pista për partit, po ta shikojmë rezultatet janë ato të cilat janë ekspozuar me diferenca të cilat i pranojmë që janë gabim njerëzor. Kur vjen puna tek lista preferenciale, përshmëria është që të ketë edhe një anshmëri, të cilat nuk janë të dirigjuara, po janë produkt i kompromiseve ose i afeksioneve që kanë numëruesit ndaj një personi të veçantë që për i vërtetës duhet thënë e ndryshon, po jo në themel raportin e deputetëve preferencial, por nuk ndryshon atë që është thelbi i debatit që ne bëjmë ne, raportin midis pozitës dhe opozitës. Pra, votimi plebiscitar nuk ka për të ndryshuar, e vetmja gjë që mund të ketë prishmëri për të ndryshuar është një rirenditje e këtyre deputetëve që edhe këtë gjë nuk e pretendon, sepse nëse në Kamës kishin preferencë ndaj një kandidati që ishte nga Kamza, ai kandidonte edhe në Tiranë, kandidonte edhe në Bagdush, kandidonte edhe në Baqar, dhe kjo preferencë bie se veten krahun tjetër, kështu që ka një probabilitet që kush e njeh matematikën dhe teorinë e probabilitetit do të shohni që në fund fare votat do shpërndahen në formë tillë që nuk ka përcjell ndonjë ndryshim edhe lista e deputetëve. Marin, si e ke parë gjithë këtë proces? Është humbje kohe, do të sjell vërtet, le të themi, një tjetër qasje përsa i përket rezultatit, një tjetër qasje edhe nga ana e SPAK, përsa i përket hetimeve? Realisht, Fjori, do parë një qik në një tjetër këndvështrim nga ajo që tha zoti Meqe, sepse ajo është shumë politike dhe është shumë e thjeshtë si logjik. Dhe nuk jam tifoz as i një kandidati, as i kandidati tjetër, dhe sigurisht që jam deri në momenti që nuk ka pasur udhëzim partijak për të prekur vota, po dhe nuk mund të ketë udhëzim partijak, po dhe po të ketë ai që ka bërë këtë kamikazllëk, qofti PD-s, qofti PS-s, ka shkelur ligji dhe duhet të përgjigjet penalisht, kushdo qoftë edhe Marini, nuk ka asnjë ekuivok për këtë gjë. Unë mendoj që çështja e rinumërimit dhe çështja e votës do parë një çik më thellë. Dhe rinumërimi në fakt nuk po kërkohet që t'ja heqim 5 vota lengës dhe t'ja japim prengës dhe të bëjmë prengën deputet dhe t'ja heqim lengën. Rinumërimi kërkohet dhe më e rëndësishme e procesit të rinumërimit është dhe do të jetë hapja e kutisë së materialeve të votimit. Gjatë procesit ligjor të numërimit, pasi mbyllen kutitë e votimit dhe vinë në KZAZ dhe numërohen, ligji thotë që KZAZ-ja dhe numëruesit nuk mund të hapin kutinë e materialeve të votimit. Hapja e kutisë së materialeve të votimit është i vetmi moment ligjor që KQZ-ja mund të krijojë dhe mund të gjejë brenda në të një provë për të pretenduar pa vlefshmërinë apo vlefshmërinë apo rrugën apo rregullsinë e kutisë së votimit. Që do të thotë, kutia e materialeve të votimit ka një element tepër të rëndësishëm. Ka fletët e papërdorura. Fletët e papërdorura, po të mblidhen në total me fletët e përdorura që janë në kutinë e votimit, janë votat e hedhura, duhet të kenë një numër të caktuar që ka qenë unik dhe është me proces verbal që ditën që është prodhuar, që buron nga numri i votuesve në atë qendër votimi plus 5%. Në disa raste, në disa kuti votimi janë gjetur më tepër fletë votimi, do me thënë ekuacioni i fletëve të papërdorura me të përdorura nuk është i barabartë me atë që është marrë në dorëzim nga qendra e votimit. Prania e fletëve të votimit më tepër apo e mungesës së fletëve të votimit që janë dhënë me proces verbal në mënyrë ligjore,
përbën shkak për pavlefshmërinë atë qendrvotimi. Dhe Partia Demokratike dhe opozita nuk po kërkon votat e njërit kandidat apo të tjetrit që mund të jenë tjetërsuar dhe me çfarë po shikojmë nuk ka vullnete kaq të shtrëmëruara, po deri tani sa është numëruar që janë gati 200 kuti mos gaboj, jemi në kuadrin e gabimeve njerëzore, sepse do që të ketë vullnet, do të ketë 30-40 vota në çdo kuti që të shtrëmërohen, sepse Tirana është qark shumë i madh. Është e rëndësishme që të vërtetohet dhe të shikohet çdo kuti e materialeve zgjedhore, sepse në lapsin e opozitës mungojnë fletë votimi të papërdorura. Mungesa e fletëve votimi të papërdorura është e vetmja provë që vërteton atë që themi ne, që jemi të bindur, që fletët e votimit të qendrës ku ka votuar Fiori kanë vajtur te qendra e votimit ku ka votuar Marini. Fletët e votimit të qendra ku ka votuar Marini kanë vajtur te qendra e votimit ku ka votuar zoti Meçe. Ky është treni bullgar, sepse treni bullgar mos mendoni që të shikoni në një tren në rrugë dhe treni të ecë dhe themi ja treni bullgar që po merr votat tona. Është tregtia që është bërë me fletën e votimit. Sa do e madhe të jetë fletë e votimit që dëgjova nga zoti Meçe, ajo vjen e palosur. Dhe njeriu kur vetet e dhoma e fshet, palos fletën e tij, ndron fletën e fut njërin në xhep dhe ej dhe nuk ka asnjë problem. Fleta e palosur ka madhësinë e xhepit dhe që të gjendet kjo është shumë e thjeshtë. Po çfarë na ka dalë nga rinumërimi gjatë këtyre ditëve? Një pjesë e madhe e fletëve të votimit u ndryshon ngjyra dhe janë pa vula të qendrës së votimit. Çka do të thotë që ka fletë votimi të pavlefshme në kuptimin e ligjit në atë qendër votimi. Po, do thoni ju nuk janë 20.000, 30.000. Po pse fakti ndryshon që vota ime me votën tënde nuk janë shumë. Vota është proces kushtetues. Vota është e barabartë për të gjithë dhe sikur një të jetë vote vetme, është proces i shtrëmëruar dhe është proces jo ligjor. Duhet të shikoni dhe një fakt diçka për ta mbyllur sepse jemi në fund. Po ju lutem, kemi vetëm 2 minuta kohë. Jo, nuk e që do Beni, se Beni do mbroj Edi Ramën, se i dhëm zëmra, po. Duhet të shikoni dhe një fakt tjetër, Fiori. KQZ-ja nuk kanë nxjerrë, ende kemi 2 muaj, nuk kanë nxjerrë ende rezultatin e zgjedhjeve. Është e pamundur për një vend që do të vejë në Europë dhe të vetmen atraksion turistik kemi kryetarin e Bashkisë së Vlorës që thret atë, ç'është ky, Karadaiu Turku. Erdhi Turku dhe mbante qyteti erë. Dhe çka ka thash gjithë qyteti Palarit se s'kemi ujë. KQZ-ja duhet të shpalli rezultatin e zgjedhjeve. Është një institucion që merr miliona euro dhe numëron vota akoma. E kuptoni në çfarë drejtë jemi, po të bëhen një ndërhyrje të fundit sepse duhet ta mbyllim. Me Ben Meçe do e mbyllësh. Po një sekond do t'i dëgjojmë të gjithë pra. Nuk të klikon njeri në YouTube, më dëgjoj. Se nuk mund të shfrytëzosh momentin e fundit për të thunë jo të pavërteta, po gënjeshtra që janë absurde. Së pari në Tiranë, Fiori, po hapen 2000 ca kuti, ku natyrisht për çdo kuti do të prodhohet të gjithë. Tirana 1200 ka të tëra, ore. Sa do të hapen në Burdolja? Tirana ka 1200 të tëra dhe ka hapur 218 deri tani. Okej, do hapen 1200. Okej. Po pse thua gënjen kur nuk e di, por ke ardhur pa përgatitur dhe na rojit neve? Pse or ti do të shtym orët e vullnetariatit me tyne? Unë kam 2 orë që flas. Ju lutem. Nuk kemi veçë nuk këtu, s'ka rrugë tjetër. Një njeri që nuk ka argument për tor Ore ka 1200 kuti Tirana, pse thua ka humor burgu. Okej? Po pse gënjen orë burgaxhi tjetër? Pse gënjen? Burgaxhi që di humorin e burgut. 1200 ka dhe janë numëruar 218. Pse vjen pa përgatitur dhe na rojit neve, burse ngelëm duke u marrë me plekë çurë fjasur. Po të lutem. Okej, po prandaj të marr ty burrë që nuk korrigjosh mua. Të më korrigjosh. 60 vjeç burro Fiori më thot mua gënjen, unë ndjek procesin ditë për ditë, ai s'di asgjë, thot ka 2 janë për 2000 kuti. Atëre Fiori. Po i kurse vjen momenti në dasëm pa përgatitur. Të vazhdoj unë. Po çfarë të vazhdosh të gënjesh pra? Ja kushe si ka pedës. Përse ke frikë ka fjalë lirë më burri dhot? Lera tjetër në flasë. Po fjalë lirë o ti po gënjen, 1200 po sepse nuk ka shumë rëndësi numri tani, mos ka pas numri to. Marin, të lutem. Më tha gënjen për një gjë që se ti fare. Po sa nuk është shumë i ti që ka thënë gafa dhe edhe po të vallfaqohet me gafa tani. Prandaj nuk të le të flasësh.
Kjo është i pari Unë e i kuptoj që ti e ke përnder që ajo pjesë e çyrykëve të Edi Ramës. Qeveria nuk mundet të mbyll rezultatin sepse Suli së bashku me përfaqësuesit e vet, me miqtë e tij, me Belerin, ka kërkuar rinumurim. E kanë kërkuar këta dhe këta e bllokojnë dhe kanë bllokuar procesin e mbylljes të procesit zgjedhor nga KQZ-ja. Nuk mundet KQZ-ja tani. Çfarë mund të thuash Çulit, i cili i thot KQZ-s duan rinumurim dhe thot pse nuk shpat zgjedhjet. Po si mund të shpat zgjedhjet kur ti kërkon rinumurim o zotëri? Çfarë argumenti është ky? Kjo është e para. E dyta, nuk është e vërtetë. Gjithë pretendimet që ngritin Suli tani janë pretendime të cilat janë tashmë në procesin e hapjes kutive. Çdo kuti do vërtetohet. Absolutisht do bëhen përzorbalet nga fillimi. Sa kuti janë përdorur, sa flet votimi janë përdorur, si janë përdorur, sa janë me ful, sa janë pa ful, dhe të gjitha këto do bëjnë një proces verbal i cili është bërë një herë, por tashmë po e bëjmë për herë të dytë dhe në proces verbal e dytë do shifet ka flet votimi të cilat kanë kaluar nga një kuti në një kuti tjetër. Sepse që të ngresh akademinë e manipulimit, demagogjisë të një rezultati të pa ekzistuar, nuk do të thotë që kjo është e vërtetë. E vërteta tashmë është në këto proces verbale që dalin tani. Kur këta pretenduan që Treni Bullgar do na zbërthente skemën dhe kur e pan që proces verbalet e cila çat po zbardhen për ato 218 kuti të cilat janë zbardhur me ato që kanë qenë më përpara dhe janë motamo me lëvizje shumë të vogla, tashmë po na dalin sa pretendime absurde, siç ishte pretendimi që janë 130.000 flet votimi të cilat janë zhdukur. Dhe kur hapën kutit dhe i pan këtë që po thot Suli, rezultoi që jo aty janë. Por për të prodhuar alipin e vjedhjes duhet të ngresh artifica ineksistente dhe për t'i mbyllur gojën të gjitha këtyre, ky votim që po bëhet do t'i jap përgjigje nëpërmjet proces verbaleve, por dhe nëpërmjet këtyre proces verbaleve do t'i kalojnë absolutisht komisionerëve politikë të Partisë Demokratike dhe të Zotit Suli, do t'i ketë të dorë gjithë proces verbale. Dhe atëherë ai mund të bëjë gjithë këto analiza të cilat sot për retorikë apo për ku ti gjon si t'ja quaj emrin atij, se është absurde tani diskutosh në këtë moment që i shikoni duhet shohim fletë votimit kur ajo gjë po bëhet. Po kjo gjë po bëhet mos të thuaj. Kjo gjë që kërkon Suli që po na nxjerr që manipulimi i madh është kjo gjë, ajo po bëhet tani. Dhe ajo do të vërtetohet nëse në Tiranë ka fletë votimi të cilat janë zhdukur apo fletë votimit janë të gjitha në kuti. Materiali zgjedhor është i gjithë që është sot në analizë në këtë moment që flasim dhe që është konsumuar në 218 kuti votimi, do të vazhdojë në 1250 kuti votimi. Dhe tani që të ngresh pretendime në këtë moment ku procesi është pikërisht në kontroll, do thotë zotëri, nuk ke çfarë thua, por duhet të flasësh. Dhe kur thua pastaj broshkulla dhe nuk bën përgjegjësi për ato që thua, siç deri tani janë thënë broshkulla. Dhe është harruar çfarë është thënë. Por gjithmonë vazhdohet në çdo hap të thuhet broshkulla, dhe thon pastaj Dori Bedmeqa do mbuloj Ramën. Jo më zënë, Bedmeqa mbulon të vërtetën. Dhe nëse e vërteta është favor të Ramës, po ta mbrojë Ramën. Dhe nëse e vërteta është kundër Sulit, Belerit, fraksionit grek, konjunkturës greke, po do ta mbrojë. Dhe po i them që në këtë plan unë jam një çik patriot. Një çik patriot. Natyrisht jam edhe servil në momentin kur e vërteta është një dhe vetme dhe sipas këndvështrimit të Sulit po mbrojtë të vërtetën, natyrisht je servil. Çfarë ti bëjun që e vërteta është e Rama? Së që pa im? Rofsh, ma ke bërë shërbimin më të madh të mundshëm me këtë që the. Edhe Fjori të lutem Rogën tani. Të lutem Rogën aman. Te Endri Fuga. Ma bëj me ato VKM që është një herë, po një herë më duhet ta meritoj edhe Marini. Kështu që po i jap. Ati jepi 10 herë, mua mirë vetëm një herë, që them fundit, e ka marrë Rogën për sot. Ite Endri Fuga, Fjori po nuk folën për Imarën. Suli merr nga ato pensione që japen nga 1500-2000 euro japi Sulit. Po nuk po i futemi kësaj ja. Të flasim për Imarën janë... Jo, paka që ke informacion e gabuar. Të lutem. Marin, do flasim për Imarën apo do ta Suli e merr atë Rogën. Jo, do flasim pa tjetër. E merr atë Rogën Suli. Për Imarën erdha të flas. Atëherë. Do flas për Imarën atë, çfarë do flasësh? Unë me mirë publicitare, çfarë do flasësh? Prapë ke gojë flasësh. Ja, do të them unë çfarë do flas. Imara është... Çfarë bashkohu atje dhe ndihmoni të zgjidhet problemet në Imarë?
Po. Ndihmoni që të birohet turizmin në Imar të shfitojnë imariotët. Paleri këto grekët nuk kanë hapësirë Greqinë në Shqipëri. Këtë duam dhe ne që të ecin gjërat mirë, që imariotët të punojnë, të ketë turizëm dhe që të nikoqirët e vendit të fitojnë lekë dhe të jetë ekonomia mirë. Nuk duam asnjë gjë më tepër. Dhe që kjo të ndodhi. Bravo Shuri. Tu qëndrojmë. Atëherë kemi pak minuta në dispozicion, Dhe që kjo të ndodhi, duhet që ti kur të vesh të marrësh rrogën i dashur zoti Meçe, ti thuash punëdhënësi, të lutem o zoti Rama, i thoj Evangel Tavos të kthehet në detyrë dhe të bëj punën, sepse Imara do rrugë, janë të gjitha rrugët e tjera. Imara s'ka kanalizime. Mbaj qëndrim për tunelin e Llogaras që e bëri atraksion Imarën. Mbaj qëndrim për rrugën e Lumit të Vlorës, që e shpuri në Qeparo direkt rrugën. Po bën qeveria zotëri. Atje ti je pushtet lokal, mobilizo të gjithë anëtarët që ke fituar, jenë minorancë, po gjithë të gjatë në ke. Imar po vinë miliona turistë dhe të gjitha turistët sikur të shkojnë në banjë nga një herë, ato ujrat e zeza derdhen të gjitha në det. Dhe kur vete ti pastaj që zhytesh tek ai deti kristalte dhe të ndodh që hap gojën, pi ujë me kripra minerale nuk pi më ujë deti. U prit gjithë ai sistemi që bëri Saliu i bëri gjitha këto sisteme, bëri sistemin energjisë elektrike, bëri sistemin funksionin e ujit, bëri kanalizimin, erdhi Rama i shkatërroi të gjitha. Ktu ke të drejtë. Ka 12 vjet që qeverisë punëdhënësi jot. Rama i shkatërroi të gjitha në fakt. Tani do flas, të lutem. Atë 24 kW që ne bëri Saliu atje, që i kishte pa drita në atë periudhë. Erdhi Rama ta bëri. Nuk vije dot në Imar të bëjë rrugë, erdhi Rama ti bëri. Po bën ujësjellsin që po e merrte kuçi im ujësjellsin për furnizuar Imarën tate zotëri. Dhe këtë po e bën. Po ju ngriheni, kundër ujësjellsit shkoni në Kuç bëni protestë. Ju bëni në Kuç dhe protestoni për në ujësjellsit. Ta mbaroj Marinin çfarë ka për të thënë, pastaj ju lutem. Marin. Sa më koncis, të lutem. Sepse Kuçi duhet të ketë ujin e vet. Po, ti vete në Kuç dhe proteston pse po i merret uji Kuçit për të furnizuar Imarën. Ti e bën këtë punë. Sepse uji Kuçit nuk do furnizoj Imarën. Dollari Po më lërë të themi ju për përdu argumentin kundër qeverisjes, jeni gati të sabotoni çdo aksion pro qytetit të Imarës. Jeni gati, më gati. Nuk të shaj e Ramën, ri i qetore. Ri i qetor, se nuk të shaj e Ramën. Po jo më kam detyrën me rrogë për atë punë, Ramën do ta mbroj. Bravo. Bravo, e këto zgjedhjet dolën në mënyrë plebiscitare zotëri. Tani shtroni, përgatiti për zgjedhjet e tjera, lereni tavon, atje keni pushtet lokal, vendoseni me shkolla për mure tavon, po kaq bëni. Të lutem. Zoti Meçe, të lutem. Të mbaroj zoti Suli, më pas. Po ç'të mbaroj, po le ta mbaroj se nuk e lam të thot asnjë fjalë. Çka rrugë Imara? 2 rrugë janë bërë. 2 rrugë. Çfarë ti thua se ti s'ka rrugë Imara? 2 rrugë u bën. E shpjen mundi Imar, gjithë turizmin. S'ka rrugë thot. Gjithë qyteti i Imarës u urbanizuar, shkon që në Imar tani, si ishte urbanizuar. S'ka thot qetri. Çfarë ti thua ti njeriu? Dhe mendoj që përfaqëson personin i cili e la në terr Imarën. Në terr Imarën. E shkatroi Imarën Sali Berisha. Ky përfaqëson ata. Ja pra tani. Çfarë ti thua ti? Zoti Meçe, të lutem, të lutem. Nuk do flas më tani, e mbylla. Ja. Okej, rrofsh. Filloj. Bravo, se na rojite. Këto ditë po ndodh problemi më i madh që ka të bëjë dhe me plagën më të madhe të Imarës në fakt, me pronësinë. Jo, por nuk është aspekti i dhënies së certifikatave nga ajo gënjeshtra e madhe që bëri Rama me Tavon, po ka të bëjë me planin urbanistik dhe me planin zhvillimor të pronave të Imarës. Ka pasur një master plan me PDV-t që ka qenë ku të gjithë mund të aplikoni që ishte gënjeshtra e radhës dhe çka ka ndodhur? Në vendet ku zoti Rama me oligarkët e vet, me Olta Xhaçkat, me shoke, është shtuar në kate dhe në volume. Imara më përpara ishte e projektuar të ndërtojë në 3, 4 dhe 5 kate, tani kemi filluar të fusim konceptin e kullave dhe në Imar. Dhe i doli koka muhabetit. Edi Ramës i duhej Evangel Tavua sepse ishte i pacip për këtë aspekt. Duhet që milionat e eurove të vjedhura popullit shqiptar të derdhen beton, sepse në beton humbasi, në beton shplahen lekët e zeza, shplahen lekët e mafjes, shplahen lekët e korrupsionit,
shplajnë lekët e migjve dhe lekët me valixhe. Dhe si do t'i shplajnë këto, duke u rritur në kate sepse vendi kaq është. Në një vend 10.000 metra katror do ndërtosh kaq, me 4 kate. Po e bëre me 8 kate, 2 fishon lekët e splara. Dhe kjo, ndryshimi i masterplanit apo i planit rregullues të qytetit, nuk ka ndodhur në mënyrë principiale për të gjithë banorët e Imarës. Ka ndodhur në vendet ku këta i kanë marrë tashmë toka. Kemi një shkëputje me zotin... Kulla dhe Graçela 10 dhe 12 kaçe. Dhe kjo është shumë problematike, do denoncuar, është klienteliste dhe është puro korruptive. Dhe korrupsioni ka filluar nga Këshilli Bashkiak i Imarës me në krye Vangjel Tavon dhe për këtë ne shumë shpejt do të përgatisim gjitha dokumentat dhe do të çojmë çështjen në SPAK. Nuk mundet kursesi që të trajtohen qytetarët një i nënës, një i njerëkës. Qytetarët që kanë lidhje me kryeministrin do bëjnë kulla 10 kaçe, qytetarët që nuk kanë lidhje me kryeministrin nuk marrin dot leje për të bërë një shtëpi. Po të shikoni statistikat, nga dita që ka ardhur Vangjel Tavo në krye të Bashkisë së Imarës, ka dhënë pothuajse 0 leje ndërtimi për shtëpi të reja. Por ditën që ka ardhur Vangjel Tavo, kryeministri i vendit mund të ketë dhënë 200 leje të tjera në KKT, sepse kryetari i Bashkisë së Shqipërisë është Edi Rama dhe kryetarët e bashkive në përqytete janë drejtor administrativ, asnjë gjë tjetër më tepër se kaq. Për ta mbyllur zoti Sule. I ka marrë çdo lloj kompetence. Jemi në minutin e fundit të bisedës, po. Ja, dhe një fjalë, plani studimor urbanistik duhet të jetë një plan që sjell të mira në mënyrë të barabartë dhe në mënyrë të sinqertë dhe transparente për të gjithë qytetarët e bashkisë ku bëhet në rastin konkret të Bashkisë Imar. Atëherë, po, vetëm një fjali, lutem, sepse jemi në fund. Një fjali, po, sepse ignoranca nuk është argument, thuhet në këtë rast, jo ignoranca në kuptimin e budallogut, të ta kuptojmë mirë, padituria nuk është argument, thuhet. Mund të them që në Imar është një zonë që është zona e Dërmiut dhe Drimadhesit. Në zonën e Drimadhesit, gjithë investimet janë investimet të bëra që në kohën e doktorit të madh dhe gjithë ai zhvillim atje nuk i përket fare Tavos. Dhe personi që është zhvilluesi i madh është një qytetar nga Imara, i cili është qytetar i nderuar dhe që është investitori kryesor në atë zonë. Kjo është e para. E dyta, ndryshimi i strategjisë të turizmit këtu të ignoranca. Lutem, duhet ta mbyllë emisionin. Problem shumë thelbësor, sepse Shqipëria në zonën e Rivierës e penguar deri më sot nga përfaqësuesit e zotit Suli, të cilët e lanë dhe sabotuan totalisht turizmin në të zonë, tashmë po kalon në një nivel sipëror që bëhet konkurrues në mes dhe në mënyrë posaçme bëhet konkurrues dhe i turizmit grek. Dhe shqetësimi i madh i përfaqësuesve grek është pikërisht ky zhvillim elitar që po ndodh në këtë zonë dhe po prodhojnë të gjitha llojet e argumentave për ta goditur këtë strategji të re të turizmit në Shqipëri. Shqipëria në këtë zonë po prodhon turizëm elitar mesdhetar, që është kyçi i suksesit të të ardhurave për Shqipërinë. Ai ka një të drejtë dhe unë këtu e mbështes që problemi pronave në Imar dhe e lirisë të qytetarëve të Imarës për të ndërtuar dhe për të bërë ata vetë bashkë pjesëtar në zhvillimin e turizmit elitar, kërkon një këndvështrim posaçëm nga në qeverisë dhe në këtë plan unë kam qenë dhe do të jem kritizer ndaj qeverisë. Qeveria duhet të jetë e kujdesshme që të marrë në konsideratë personat autoktonë, fiset autoktone, të cilët kanë të gjithë potencialin në të moment në Imar që të ndërtojnë dhe të jenë pjesë e këtij zhvillimi. Dhe në këtë kuadër unë do t'i bashkohem Sulit në çdo lloj iniciative, duke qenë absolutisht jo vetëm këshilltar, por edhe një zë i Sulit dhe i qytetarëve të Imarës pikërisht për këtë çështje. Sepse problemi i pronave në këtë zonë është problem serioz i cili kërkon një zgjidhje absolutisht të favorit të qytetarëve të Imarës. Po zoti Rama tha e me mbyllëm këtë punë. Zoti Sule, ju presim shumë kënaqësi javën e ardhshme. Më kem dispozicion mua ty Tavos të gjithë bashku që të jemi absolutisht në mbështetje të qytetarëve të Imarës. Bisedën ju uroj një fundjavë sa më të këndshme. Faleminderit Marim, faleminderit Arben. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak minutash.